Në këtë skenë në Feriza, i Nojzi doli direkt nga klinika emergjente në Prishtinë. Plaga e plumbit në kofsh nuk e pengoi atë të këndoj për adhuruesit e tij pas përleshjes me reperin Kozman dhe grupit të tij. Mirëpo njohësit e çështjeve të sigurisë po mendojnë se Rigles Rajku, i njohur si Nojzi, do duhet të mbahej në polici pas incidentit ku përdorën armët e zjarrit. Policia e Kosovës në këtë rast është dashur që ta ruaj apo ta marrë nën kontroll 48 orë personin në fjalë, sepse thjesht ai ka mund që të rrezikohet prapë jeta. Lidhur me këtë, zëdhënësia e policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti ka thënë Klanit se vendimin për lirimin e 2 artistëve nga Shqipëria e ka marrë prokuroria, ndërsa zëdhënësi i Këshillit Prokurorial të Kosovës Ekrem Lutfiu nëpërmjet postës elektronike ka thënë se nuk mund të jap detaje rreth këtij rasti, për shkak se është në fazën e hetimeve. Për këtë raje në polici po mbahet Ylber Abdullahu, i njohur si Kozman, dhe Albert Krasniqi. Avokati i Kozman, Azran Hoxha, mohoi se klienti i tij po akuzohet për tentim vrasje. Unë posa jam lëshuar nga Pallati i Drejtësisë, ku kam marrë për ta vizitu klientin tim në qendrën e mbajtjes, dhe jam mjaft i kënaqur me vizitën time në Pallatin e Drejtësisë, ku kam kuptuar se i mbrojtëri im nuk do të dyshohet për vepër penale të vrasjes në tentativë, ashtu siç është paraburgos fillimisht, por do të dyshohet vetëm për vepër penale të pjesëmarrjes në rrahje. Hoxha po pret që klienti i tij të lirohet të ejtëm pas kadimit të ndalimit policor prej 48 orëve.